Kjeta ju miq, përshëndetje, vim në këtë emision në episodin e 6 të podcastit në shkërreta Refishat me Sir, kuptimin e plot fjalës, pavarësisht se na thrasim ose kolegët e tjerë thrasin Sir Dedja, sepse ne ata kanë gjithmonë me thirr profesor, po si në gjuhën angleze Sir, kam këtu Sir Dedjën kuptimin e plot të fjalës. Profesor, faleminderit që erdhe. Faleminderit se na prej edhe për hymnin që bane me atë respekt. Është profesor, nuk është një respekt vetëm jemi për ju, po është puna ose qytetaria jote që ke lënë, edhe është ajo që ke bë për Shkodrën, për Vllaznin, sepse ke edhe rekorde shumë interesante që ndoshta mund t'i cilësojmë, edhe i përgjigj Vllaznis sa herë ka pas nevojë. Kështu që është një titull që e meriton, me mundë me djerë se meriton. Faleminderit. Flasim herë sepse je në lojtar që me sa diune i vetmi që ke luajt me të njëjtin ekip me Vllaznin tonë zemrës. 17 vite me radhë. Kam luajtur sipas aty në gazetarëve që i marrin statistika, me kanë thënë që kam thyer rekordin e neshjeve, pra që kam më shumë që kam luajtur për Vllaznin. Kuptohet që ti jemi qartë edhe për dëgjuesit tuaj, shikuesit tuaj, nuk them nga ama cilësoret, se për cilësi Vllaznia ka pas shumë më të mirë, se unë nuk dalin gishtat e kam se dors me t'i thanë me emnat e shti, por kam pas atë shansin e mirë që unë edhe ushtrinë e kam banë Shkodër, shkollën e lartë Shkodër, e të gjitha, pra nuk kam pas shansin si tjerë që kanë lëvizë, që kanë marrë të Partizanit, të Dinamo, ose kanë pas raste traumash me thyrje kamshe, unë kam pas shansin që i kam luajt, pra e kam fillu 18 vjeç me luajt me ekipin e parë, dhe pra në 78-ën, në kohën që tamën në atë vit që Vllaznia u takote me Austrinë e Vjenës. Unë isha lojtar 22. Nuk isha as 11, as në 16, po edhe kam vazhduar me luajt deri në 95. Kur të gjithë tjerët ka pak në esencën e humorit. Mas 90-s, sidomos në Shkodër, po mershin me karburante me kështu, unë desha në stërvitje. Unë desha në stërvitje për me luajt me Vllaznin. Është pasioni, ndoshta edhe pasioni, dëshira, pasioni mall që nuk musha mu shkut, s'u shkut as i ditë më për futbollit. Edhe mos i marrova si karrierën si futbollist, mos i mu bë një ceremoni shumë e lezetshme për kohën. Unë u imnova inspektor i klubit, me sekretar klubit Selamidani, unë isha inspektor i klubit. Mas asaj, mas i vitit, fillova karrierën si trajner, aty trajner i Vllaznis. Është interesante edhe diçka tjetër, sepse në 98-ën që kena dalë kampion, kena dalë me, mund ta thojmë, një Vllazni bio, 100% shkodran. Ishin fillimet futbollit, pra që ishte u kthy në një sistem tjetër, pra. Ishin fillimet 8 vjet kishte, 90, 98. Edhe klubit sa fillun më organizu pak me sponsore, me presidenta, me kështu që edhe na kishim. Ashtu, nolli problemet e 97 si të shtidihen, dhe s'kishte lëvizje lojtash. Por, them edhe këtë tjetër, edhe sikur të kishte lëvizje lojtash, në bindjen teme, pra si trajner i parë, bashkë me kolegët e mi, është ekipet tjera kanë pas lëvizje lojtash për Vllaznia. Duhet i përshnes gjaj rastin me Sajt Çangën, Ferit Boshin dhe sot nuk jeton më atë trajneri portier apo Olinoja, kisha i staf shumë të mirë dhe një edhe Vildan Tufin që nuk jeton më, pra trajneri atletik, kishim i staf shumë të mirë dhe këto futbollista ishin shumë të mirë. Unë me dham rapa rasti me luajt me shumë, me shku me drejtu skuadra tjera, po grup si ky, grup nuk them që ishin 100% lojtar cilësor, po grup që ky që gjet me gjuhën njëri me tjetrin, staf, futbollista staf, me sportdashsin, dhe gjithë me motivin që kishim, ki pata vështirë me e gjetë në skuadër. Pra ishte një grup jashtëzakonisht i mirë, saqë në fillimin e kampionatit 97, 98, kërkund nuk na llogariqin si analistat, si specialistat, si trajnerët, gjithë kundërshtarët nuk na llogariqin që ishin për fitimin e titullit.
por na kishim bashkë me skuadrën, stafi bashkë me skuadrën, na kishim një bindje të plot që na do të jena fitues të kampionat dhe kemi fitu 5 javë përpara. Rekord kjo. Rekord. Në 9 titull që ka Vllaznia kanë përshtypjen mund jetë edhe fort rekordit me mbyll kampionatin 5 javë. Nuk jam i sakt me thënë për këta para me të mund ka qëllu me dalë si futbollist kampion 2 herë. Në 92-shin, po 92-shin, kena kënë disa javë për para kampion. Në 92-shin, 91-92, me trajnera Strita Fizin, kemi kënë disa javë për para, kampion nuk e ditë sakt, sa javë për para kena kënë kampion, po edhe në 83-shin kena pa dalë në shumë mirë, si kena pas skuadër super të mirë, kena dalë momentet e fundit pra që ishte Nesha Berati që fitum, që i zgjidh me Gjilshan e Berat, si kundërshtar tonë të se kujtoj mirë Partizani, se ku lunte, na me fitoren Berat i u shpallën kampion. Po, profesor, neshën e parë, kur që ki debutu, e kujtoj si të shti. Mirë që ma bane si pyetje, të falenderoj. Kam lujt në Vlon me 16 tetor 1978, atë ditë kisha detlinjen, isha 18 vjeç. E kujtoj, dola në korridor të hotelit, para neshjes, kur shikoj në atë kohë, arrita dhe unë, kur mora eksperiencë në ekip, ishte një shtap që trajneri, thirrte lojtar të 10 vjetër, që me vendos për një pikë në skuadër ku thote o filani, ku mund të lozin, kush mund të lozin këtë vend. Edhe shikoj që pa dalin nga dhoma profesor të ndëruam, njës pas Gjodet Shaqiri, njës pas Din Zhega, Astrita Fizi, Suat Durraj. Dhe unë qëllojmë rastisht të dalë. Me thojnë, i ke pusham, thojnë se do lush. Të kapa emocion. Me kapi një emocion. Me kapi një emocion, se imaginuar, shkojmë pa i bishkurt me vendos, profesor Gjoda, në një mleqe me bjenë për kundërshtarë, të shti janë, se dhe unë kam morë që janë ba për njës pas, pa në gjau. Një lojtar shumë i shpejt, shumë i mirë, 2 gola, unë me 3-1, 2 gola ishin, me nëj vetë për fajtem, gabimin tem, emocionet, stadiumi plot, populli bërtites, kisha kalu një hera që emocionet duke kanë fush, se në popull isha si isha sportar, si lusha me trit, po isha sportar shumë i fort i Vllaznis. Po ashtu të e provu vetë, me mraj, Tërsohen sytë. me mraj, dhe me bani përshtypje isha nuk flesh ata 2 net deri sa të vinë analiza ditën e martë, që çfarë do të thojë trajneri. Nuk di si sa të falenderoj atë njeri si nuk jetën ma Gjodet Shaqiri, në analizë, kur tjerëve i foli për gabime e shtup, të ukrër të unë, tha, ky lujti shumë mirë, tha. Ju se një mut. Ta hekat peshën. Atë peshe, rënë u lirova, dhe ditën e djele, me futi për sëri një mleqe, prep të shtim del kundër Ben Minges, një spas dhe kë, dhe nise të Turkit se fitova disa duele me Ben Minges dhe lujta mirë. Pra aja ishte fillimi, pra nesha parë dhe karriera si fillova, me dhena avash me kap vendin në farmacian. A gjoa bukur sepse sot kur kena pa raste për shembull që i fusin lojtarët që i marrin prej ekipeve tjera, kampionateve tjera, i marrin presin 6 muaj për me ndez si lojtar. Edhe nuk i thënë gjë, kurse kur gaban njëri zban direkt. A kupton? Ka të bëjë shumë kjo pjesa e motivimit. Ka të bëjë shumë, na kena pas të njerëz shumë të mirë. Unë se kam pas fatin unë të malë që mu drejtu prej trajnerave shumë të mirë. Shkodra ishte i shkollë e madhe e futbollit, me të përmend gjithë trajnerat që ishin, pra duke fillu që të moshët. Që kam fillu me Tonin Krajen, Zedi Bakallin, Selami Danin, që shkova mandej te Paratrit të Gjelal Juka, te Trite e Satrakiqi, mandej atë Shqitësash të ekipi parë me Gjodet Shaqirin, dhe me radhë mandej që ishin trajnera shumë të mirë që erdhen me radhë, Ramazan Ragami, Medin Zhega, Astrita Fizi, pra trajnera që të gjithë
për Chelsea në shkollën e madhe të futbollit Shkodrës. Ishte atë që i tha aty në fillim. Ishte bio. Ishim pra na kishim atë traditën tonë. Edhe te metodat e stërvitjes, edhe te lojtarët e përzgjallën, që i përzgjallshin vetë. I dishin vetë, ishte një fakt shumë i rëndësishëm, ndoshta edhe se ka përmend kush te lojtarët e ri, që ishte ekipi trive, fillote sportdashti me i bë seleksionimin, se gjithë neshjet e trive i njekshin. Atje te fusha e ulkurave që i thoshim ne dikur, dile në orën 10, se në orë masdite ishte takimi neshja e ekipit parë. O ishte ekipi parë që lutet në stadium pra, ose ishte jashtë qytetit, po do ta njekshin me radio. Do ta njekshin me radio, dhe të gjithë diskutoshin që filani bëhet. Filani të shkojnë në ekip parë. Pas seleksionimi parë vite prej sportdashtit. Më falë se pat ndërpres, është edhe diçka, na jena i grup Vllaznia Diaspor, besoj që na njeh. Edhe në Shkodër e kam diskutuar me të tjerë. Kam pas ndoshta edhe me drejtuesa në një replik në gjë. Në Shkodër e njeh gjithkush, nuk është trajner me një skemave 4-3-3-5-2. Po lojtarin që ka i fort perspektivet e njohin tonë. E njohin. Pa thënë pra, është tradit kjo. E dishin, e fillot e sere dhe, mandaj trajnerat që i përzgjellshin. Kanë lojtar shumë talentum, që thash parë që Profesor, ta rekorde, bile nër koleg tuaj për shembull unë Ferit Borshin e kam pas edhe trajner, po du me thonë që edhe unë kam rekordet e mia, se unë kam lyt deri te moshat, po rekordin kam përshtypjen që sa kam ne unë stol, as në trajner se s'ka ne kush ne, se trajner që unë kam zakonisht, unë kam domethënë jam bile shpresojnë ta shohin Armand Duka për çmimin Stoli art, jam sa kam në stol s'ka ne kush. Unë do ta stoli majt prof. Me ta kthy me këtë humorin ton. Gjana që na kanë ndodhur për lojtarët e stolit, do ta them emrin. Hedzene se amun sene. Po do ta them emrin, ai kishte ndaj shumë stol edhe Borshi bën një përplasje stërvitje me te, edhe qahet në kam, bajmë dushin e tane, dalim, më thëtë mu pa shkoj, thëtë të doktori, për që e thëmë, për ishte qame e vogël. Jo, do të shkoj, thëtë se do të bëj gjilpanat e sharës. Po pse më gjilpanat e sharës? Po kjo ka zonë nëshmë të është 2 vjetë stëllë. Ka zonë nëshmë dhe pa infektohet. Se mos t'infektohet. Profesor Ferit Borshi, unë kam bë për shembull e pastra me edhe me Ali Rakiqin, Softsenin, me profesor Alin, që në atë kohë ka qenë futbolli përveç se nuk ka qenë nga ana ekonomike, po ka qenë nga ana njerëzore. Për shembull profesor Alia s'na ka marrë kërkujat në lagje, se dotacion, kërkuj s'na merrte lek. Na bëhet stërvitje me shef aty te Xhelatin Fishta, kurse me profesor Feritin kam pas lajt fort bile, më qanë një herë në minutë 88, ne isha një 4-0 për ne, me bon zemje. Po. Sa dalun aty, mylli arbitri a shtesës, kërgja, shkajun aty. He profe, thëm, si të duka. Unë vetëm zemin bona. Tha, bravo, tha Fishta, kështu vazhda në zej, ose neshin tjetër do të qej mu të zej ma shumë. Feridi është profi, është... Shumë ka pas atë sensin e humorit, sidomos kur jenë grup, kështu që ishim ne në grup, 22 vetë ose 18 vetë grumullum, pak ta humorit e pak ta batutat ishte shumë e vështirë, bile unë thamë edhe disha tjetër, ndoshta të shty habitem, e kena të kalu edhe me një fjalë kundër regjimit, ashtu e kena të kalu. Por ishim ndoshta hiten atë gjatë që ishim të lastum të qytetit, rebelat e qytetit kuptimin e mirë të fjalës, edhe ndoshta ne i ka përdishin edhe ta një fjalë që i thoshim atëherë. Ne du me thonë se punon atë profesor Feriti në të fort tjetër se profja ka shumë? Po me të thanë kështu, i ka atë përgjigjen e humorit, atë sensin e humorit e ka shumë. Me kujtohet edhe herë ishim në stadium Qemal Stafa të lujt, stadiumi Qemal Stafa ishte ka si me fushat tjera, me tonat ishte, fusha sa ishte më madhe dhe më e butë. Edhe kishte zakon kë përpara me thanë që atje duhet me lujt me bryla, thote, duhet me keni fort, duhet me shty, thote, me zi. Edhe deli një aksion përpara për me ndihmu sulmin, se ishte lojtari mes fush, edhe nuk po u kthete. Trajneri i bërtiti nga stoli, tha, Borshi,
Ktheu s'ka makina rastit. Nuk gjetha makina. Makina rastit. I ka çastit bile ka kanë edhe një rast kur se ishin dy ekipe të rish, u patë rivalitet. Vllaznia B Ferit Borshi me Ismet Hoxhin. Edhe ka kanë një moment ku topi ishte afër visën core, afër bankinave, edhe i thet profesor Feridi, ja jashtë, i thet, ja e thet si ishte jashtë. A shefi thet e, a i çorra, po profe mon gjyslyk. I thet, ja kthen Ismeti, ja ma thet, çorrjeti se ke gjyslyk. Unë i moj për tangardhek, e tha. Ka shumë i lezesh. Profe, si e shef të kalojmë të shte pjesa e vllaznisë këtë sezon? Të them drejtën, qysh momentet e para të organizimit saj mund ka pëlqy. Pra të afrimi aty në lojtarëve. Duke fillu me të parin atë gjinin. Pra, si duket, Edi e ka njek, pavarësisht se ka kënë në Durrës, pra i ka njek. Vllaznin e ka ditë se ku vllaznia kishte probleme me mbrojtjen e sezonit kaluar. Kishte probleme me mbrojtjen dhe kishte Me probleme mbrojtjen edhe me organizimin. me organizimin shumë. Pra, ky gjeti këta lojtar dhe shoh që kjo vllazni do të jetë ndryshe. Dhe kështu e e paraqit pavarësisht e kam thënë atë dy intervista të tjera, kam thënë edhe pak rastësisht Edi që u taku me i takim veteranësh, hala nuk ka ardhur harmonizimi ty në njëri me tjetrin. Shumë e vështirë. Na me të vërtetë dona skuadrën e dona që ditën e parë ashtu pa shumë e vështirë një grup që vinë pra mbrohen mi 60-70% të skuadrës. Dhe me pas harmoni, unë ta thash pa. Pse vllaznia na kena ecë në kohën tonë që e përmendet i bio, duhet ta përsëris. Na kena të harmonizuar, me dishim njëri tjetrit lojën me sulmues se kishim vite bashkë. Unë e disha se ku e dën topin me Sushori, e disha edhe kur ta kalosha topin nga mbrojtja në sulm, te Luçi për shembull. E pse kalosha te Gruda, te Luania. E disha kur nuk kalote me anë të Ferit Ragamit, ata Fizit, atë Borshit, e disha tjersa. Po dihet se sinkronizohesh edhe jam sa lojë. Ja din shpejtësinë sa ta me të vërtet ta kanë dhënë të lojtar që janë sot. Si Kastrati, janë lojtar të mirë. Janë të lojtar të mirë. Por këta sot hala nuk janë harmonizuar njëri me tjetrin. Deri tu këta janë me fjalë okay, edhe si lojë edhe si rezultat. Ashtë edhe diçka që për mendimin tëm, ndoshta kur e kam diskutuar me njësh sa marr vesh unë prej futbollit, se s'du me hi me batesh edhe si maestro, por zakonisht me tamam që kena etje shumë për me dal kampion. Por zakonisht mendimi jem është që edhe një ekip ose ky është gabimi që kena bë një retorik gabimesh për çdo vjet, sepse mendoj që një ekip duhet të formu që një minimum paktën duhen 3 vjet ndoshta për me arrit aty ku duhet. Nuk delet direkt kampion, ndërsa komplet staff, komplet lojtar për me dal kampion. Mendoj që kjo kohë e harmonizimit e kjo den gjithçka den kohën e vet ose domethënë ka ata etapat e veta. Këta thanë kështu që Vllaznia do dali kampion, kështu të janë prej dëshirës të madhe se u bën 25 vjet, 20 kusur vjet. Në 25 pa bën se 2001 ishin për herë të fundit. Dhe kjo përsëritet. Edhe këta 4 vitet e fundit jenë afru. Pra ishin prej një vllazni që ishte tulatën për një 10-12 vjet, që sa që arritën me shkollë i kategori më poshtë. Të shta ishim i periudhë që ikme 12 pikë para. Një vit në play-off që erdhe edhe ju dhe e pështove pa. Ishte ajo kur erdhe unë ishte me i pështu prej kategorie. Mandej në mrapa fillon kja që me marrë trofe që u morën 2 kupa. U morën 2 kupa Shqipërisë. Humbi me pikë barabarta kampionatin. Dhe me pikë barabarta që ishte edhe 12 pikë para, nuk e kujtoj, ndoshta edhe 15. Diku 12. Pa 12 kena kanë para dhe nuk arrite me dal kampion. Për një atet është ka etja madhe, që është edhe të spërdarsi, edhe të presidencës, edhe këti ju banë të shti Albanit, ju banë 5 vjetë. Ju banë 5 vjetë. E të dëshira madhe, është të shti, këta e përsërisin këtë, të dalim, por dën, kja mos inë, për asi moment mos ikun këtë motiv, këtë jenë, që të shpanda kampion, se ju pa të regojnë që jenë në vend parë.
në vend parë. Por dën edhe strategjinë e vet. Se na hin vetin qef ka pak e ke. Dën ne se më shallën ai për të mirë se gjithmonë e kena pasur për shallën ai vetin qef për të mirë. Po. Për të mirë se ndoshta ka edhe kryelarësia ka herë fiton. Nuk të godet gjithmonë. Por pa atë që ja kam përmend edhe Edit, pas e kam taku për afër pa ata gjeste që ai vet ka kërkuar edhe falje, pa ato se ashtu bën edhe kundërshtar shumë. Kundërshtar pa. Të kuptoj, profesor, po më fal se të ndërprerja, po mendoj që Edi është profesor Edi është rebel, mund ta quajmë, më thojza, edhe mund kot nuk e ka pseudonimin Maradon, sikur ta kishe bë dikush tjetër, ndoshta sikur ishte pa prepnesh, kurse Edi sikur i shkan gjithçka, nuk e di pse e ka. Nëja, ata unë kam mendimin tem, a kupton, se në traditën tonë të gjithë ta që përmenda parta, njerëz të rrumë, ta trajnera që kanë drejtu, asnjëri nuk e ka bë. Edhe Edi vetë, familja Edit nuk e kanë qef atë që ka bë. Por ka një që ta bëte Edi këtë punë, më duket se deklarata Dajës ka kanë mrapa, gjestit e që ka mësu Dinamoja me dytë. Dinamoja. Si e shpjegon këtë? Aja është një ku di unë, ati kur e kam mendnijat, kam një gjuat natë, ati që e mendova atë punë, tha që me thanë për dëgjuesin, shikuesin, me thanë më të thjesht, me marrë një shembull si një nxënës si i keq, si Adaja, që kopjan, ka marrë kopjan, ka kopju të vllaznia, ka marrë 10, edhe thot jam nxënës më i mirë se ti. E kuptova. Kurse na që, dhe më thonë, ne që na ka kupju në morim 5 në kampionat 5-6 është, po çka si e mëso këti? A top që ka nisë me Liviz, që ndoshta s'ka kanë rumullak atëherë, 908, ka luajt Shkodër për herë të parë. Përveç topit janë shumë gjëra tjera. Janë shumë gjëra tjera që kanë lidhje me topin, çfarë kulturet. Në atë kohë, çfarë kulturet e po me i pa ata që foton sot, s'mund t'i them me emra gjithë që krijojnë shoqatën vllaznia, po me i pa me ata kullaret, me ata papionat, me ata kostumet, me atë bastunin që i thona. Këta i ka pa avon, i ka pa ndoshta Profe, për me fol për Shkodrën, ja se na Shkodrën po duhet shumë. Mu ka bë përshtypje se emigracioni e jeta kam ndajnë me gjithë kanë në tavolinë. Kam ndajnë në Kosovë për shembull me figura sportit, me gazetarë, me gjëra. Kur i thu për shembull jam prej Shkodrës, të presin me një dashni ose fillojnë të flasin për humor, për sport, për artin, për histori, për gjithçka. Domethënë, po nuk mundesh me tash me fol për Shkodrën, s'mundesh me ndaj vetëm me kafe. Domethënë duhesh me ndaj si javë dasme, do të ndaj javë. Është vërtet. Po për resurset që ka, për njerëzit e kulturës që ka, për artin, për sportin, për gjithë që dën. Edhe gjithmonë kena kanë për tana sistemeve të shtypun, pa me pa hull. Për atë ka kanë kja tifoja, sidomos edhe ata që kanë luajtur para me në kohën e arrita me shiku, unë pak Ramazan Ragamin e vllantem me nduin, e Leka e Merall Çapalikos, po i përmend një gjithë brezi tyne, ishte si një luftë e ftoftë që na Shkodra, pra nuk kishim që me bë kundër regjimit dhe shifshin heshtjet e shtyp, përshëtesim futbollin që na jena më talentuar se ju. Ne jena më të fortë se ju, jena më të shpejtë se ju. Dhe si duket edhe në saj tyne egos nisën mu formun Partizani, Dinamo, u banë që ishin të ministrit, dhe gjithmonë me zërë publik edhe në kohën kur nisë me lujton, me ashtu tinës ashtu në thënë, amon më rani, thosh. Amon se jo dukte, pavarësisht se me shok që kishim kundërshtar, ishin shok tonë, nuk kishin, pa përfaqësimi tyne, thoshin, ashti atyne, ishte ideja pra që na e kishim, pra na jena më talentume, na jena edhe faktikisht ashtu ishim. Ishim në gjitha anë. Në çdo kohë, në gjitha anë, ai vend kaça me edhe kjo vjen të shti, edhe kjo sot, vjen që pse na nuk pa marrin kampionat të na duket si habi. Është habi mas me marr kampionat, domethënë në Shkodër.
është habi. Për momentin prof, edhe me provu kafen pak. Patjetër. Kena i kafe që është shumë speciale. Unë ju kam njekë edhe në emisione tjera dhe sot pa kam shancin me provu. Provet bëf mirë, unë kam jetu në Francë, po Franca nuk e bën kafen si këtu një lëng, ka i lëng shtejash, po edhe në kafe tjera që se kam fillu të pi dua kafe, se po e përdorim shpesh si term, kam kënë pak rebel, po ka fillu me më centru në të në aspekt, dua Kështu kafe. ke thanë ditën e parë, para 3 muaj, që më ke thanë, kështu e kam bërë provën, ka pëlqy shumë. Ka pëlqy shumë. Kurse për ujin, profesor, uj lejthiza, se edhe lojtarët për mas me dhim barku, e mas me u këput kërthiza, pinë vetëm ujin lejthiza. Profe, pa i diçka tjetër të pjesa e tifozave. Shumë, do të thënë, shumë kora numri, unë më mend kam kënë fëmi, 13 vjeç kur ka dalë Vllaznia kampion, ishte në moment në neshe që humshim, e shashim ndoshta vedin, o nuk vi ma, po në nesër me shushim i pon stërvitje, bicikleta, gjithçka. Kurse tash se di, ne kanë emigracioni apo ka ndonjë gjë tjetër. Në gjë, ka është një temë gjatë më duket mu. Unë duhet i bi shumë shkurt kësaj largimit tifozave nga stadiumi. Jo këtu të stadiumi jonë, të Loro Buriqi, po në gjithë stadiumet, janë nërgu. Rri me shokë të sportit, kuptohet, jetën më të madhe kam shokë që kam luajtur futboll, kena këta diskutime, se për futbollin të diskutoj, me thojnë ja pa shojnë kampionatet e huja, janë me të fort Manchesteri, Milani, Bayerni, si shojnë për televizor, nuk mund të shkojnë. Real Madridi a Fred Libres, se kena një... Të thojnë shojnë ata, unë nuk jam fort dakord me kjo, unë thamë që ja kampionati dopt. Kampionati dopt? Unë thamë që ja kampionati dopt, ose një herë nota dhe nuk jam i sigur që ta thamë me plot gojë. Nga ana federatës në është ashtë edhe ditë kush e merr kampionatin. Në është ta. Si mos, kur është e para saktuar me një ndeshje, a një gjë këtë largon nga stadiumi. Gjithçka bën vaki, sepse kur shef në për poste drejtuese, mendojnë njerëz që tash edhe emra për shembull Sokol Jareci, që ndoshta me tamam që ka pas tem FIFA, po ka pas episode raste në arbitrim që nuk kam një, unë ka drejtuar dhe kur kam trajner dhe kur kam luajtur futboll, nuk kam një gjë, nuk di një gjë kështu, edhe për këtë që thash, nuk di një gjë, po kur më thoshin që këtë vit do të dalin, kjo ndoshta ka dalë edhe rastisht, mund ku që do të. Po me pas. Ç'është, edhe kjo mandena që nuk shef një. Kjo është përmend kjo gjë, edhe kur ka qenë Vllaznia 9 pikë para thotë, "O, këtë vit del Teuta." Po të ndoshta ka qetu, që me e ba me lapë çot. Ndoshta edhe kjo pjesa meritokracisë ka larguar i tifozin. Nuk e di, se kur kishte garë atëherë, stadiumet kanë plot. Unë që pa tham atë rastin që më përmendet që kena dalë kampion, pa tham të shtinë në 98-ën. Ka qenë luftë. Stadiumi ka qenë plot javë për javë. Javë për javë ka qenë stadium. Sa herë që kishim ndeshje në Shkodër. Unë mendoj që se di, po mendoj që ka diçka tjetër. Unë ashtu e shoh. Orientimin sot Brezi, domethënë u bën edhe vite se po bën fëmijë 30 vjeç apo po Vllaznia kampion, po pa flasim për Shkodrën, po edhe orientimin përgjithësi në Shqipëri nuk ka shmo te sporti. Domethënë nuk e shoh që me kthy ditën e ndeshjes për qytetin një ditë festet. Me kthy një ditë në të aspektet, festive me muzikë, ndeshja me Milani far. Si me kanë fest, si me kanë, po thojmë na bigjeria, i ditë veçantë. Se na diçaj mungon kampionati shqiptar. Duhet bëjmë analizë thellë. Po pse këta jashtëtoksora është kur ndeshja kombëtares? Kur ndeshja pse ka fest? Mund po e cilësojnë si tifozdek turizëm, domethënë, po në këtë mënyrë po ka fest.
Ka festë fshatëror, ka të gjithë qytetet i lajnë ndeshje të tjera, të gjithë qytetet që me pa kombëtaren. Kjo është shumë mirë se Se ka garë të kombëtare. ka garë. Edhe është garë reale, Garë reale dhe ka rritje cilësore. ka rritje. Ka rritje cilësore, pra kombëtare na 2 herë në Evropian pretendon të shti leo për me shku në botnor. Pra, tu kur t'jen gara, aja për shembull që kujtaj një rast, për shembull Skënderbeu duke luajtur në Kuks, Sali nuk është shu kur për gjesta antisportive, shkyn kartonin, Po. ja gris shu kartonin arbitrit. Për mua është e paracaktume, se marrë njeriun që e ka ba. Sali, kuj Sali pa i shkyn kartonin? Sali ka ullë kryt, ka punu me veten, ka zjerë me qak, me djers, me talent. I ka po i malli i vogël, edhe atë neshe ma i atëherë pra, atëherë orientimi ishte o me marrë Manena kuks. sportdarsi një herë po ja banë, e shef prepat arbitrin, më duket mas gabohë me Jorgji ka qenë, që shumë i talentum. Shumë i talentum, ki hi shërptori federatës. Atëherë nuk shajtë sot. Unë i pari. Qa. Janë këta gjana me të mënë që kanë pas edhe ndikimin më. Ka ndikimin e vetë. Se kur është gara, rregull, gjithë se cili vjen në Shkodër, ka nis pak. E shojnë, ka nis, do të vinë. Po me pas edhe 2-3 fitore do të mushet së t'jume. Se një gjosha në fillim para nga, kur ardhi Albani, Gjaferi, kur ardhi në drejtim, do të bëjmë reklame, do të bëjmë kyte, me afru kyte, për si ban bota. Po. Të paren gjatë që duhet bëjnë, t'jenë skuadra të kenë garë, para gjatë, pikt, loja, ashtu vjen sportdarsi. Ata e tjerat janë mrapa. T'jenë skuadra. Të japin besimin skuadra, kur ke cilësi, ke ata ka tjerat vinë konkurrencë, mrapa. Jo reklami, jo kjo, jo bileta, jo kjo, kështu. T'jenë gara. T'jenë që këta. Nështë ka pas ma fokarallëk edhe kanë gjetë mundësin me shku me i njek në Tiranë. Unë e moj mend bicikleta ti si i ke arrit, baba jetë. Kujtimi e manë mend, bicikleta kanë shku në Tiranë. Kanë arë në Tiranë. Biciklet, ma ta rrugë të atëherë, unë e moj mend kishte doja një punishte kështu këpus, lëkurash edhe më shumë e pa neshë në Tiranë, ka Torovica, shkoshim me, ja mershim fugunin e punës, po ishte fugën për Mallna. Di me thonë që shkoshim aty në fugën, hypshim 15 vetë mrapa me divana, shtëpia ashtu i vu, e u naqim kry 20 minutash me marr frymë. Do të thonë, ishte se bate atëherë 3 orë gjysmë, morë, 4 orë. Pa tjetër. Do të thonë e gjen mundsinë kur ka garë, kur ka nivel. Si po leka mund me marr me lujt vllaznia, të lujt Bayern, jo më do të shoh vllaznin. Do të shoh vllaznin. Profe, kalojmë edhe te nëse brenda sportit, po te temë tjetër, te pjesa e lojtarëve të ri, sepse na thashun për veti i kam simpati shumë elementin e ri, shaf të vllaznia disa lojtarë që ma mushin synin ose me japin një farë ide që kanë me ecë para. Ndoshta mund t'i përmendni edhe me emra, për shembull për momentin janë 2 binjak, edhe kjo është interesante, Simone Sokolul Dedej, që janë 16 vjeçar, po kanë parametra fizik edhe po bën një performancë mirë me moshat. Çfarë është një këshill që mundesh me dhënë lojtarëve të ri që me mujt me ecë me arrit nivele të larta? Në gjë që ndoshta ka vite edhe kur kam kënë në drejtim, edhe kur kam pas mundësi që kam kënë nga lërk në intervistat e mia, që kam pas mundësi, që më kanë ardhur gazetar me marrë, me pyet për vllaznin, gjithmonë e kam për këtë problem, unë e kam prek, jo unë pa kam dëgjuar edhe shumë trajnerë atje, shumë specialistë atje që vllaznia fidanisht. Ka kënë dhe ka met fidanisht, edhe në kohën, pra që ishte vllaznia të ra, pra si ra. Një kategori më poshtë, ekipi të rive, ekipi 21 vjeçarëve, ekipi paratrive, pavarësisht se në këta skuadra para 21 vjeçarit nuk ka garë të tritet e paratrit, duhet të nxjerrësh lojtar sa më cilësor, sa më talenta për ekipin e parë, po ata ishin vendet e para. Ishin vendet e para. Dhe kishte lojtar shumë cilësor, duke filluar pra që te Brezi.
mos gabohem, jam disa lihit, ose pa i marrë të Sinani unë, që isha unë drejtim me Sinanin që ju afru nga Paqarami në ekipin e parë, pra ishin lojtarë, po të them që këta lojtarë majten edhe ekipet kombëtare me Salih, me Bala, me Gilman Lika, me Vajushin. Ku du me dalë të kja? Ku du me dalë të kja? Që na, kena menu ata që ishin drejtim për atë kohë, se u mërun me administrator që u ba klubje, me presidenta që vishin sponsor, që duhet i përmend tanë me radhë, menoshin që pa shes këtë, për shumë pa shes Balen, që normal, se këtu nuk do të rritë, dhe unë do të bej 4 tjerë, mos ban për 10 tjerë ti. Bala nuk bate për 10 në atë kohë, sot që është, inshallah e që sport e ka në këtë mosh, edhe Bala e sot është në Golshenusit me të mjetë, dhe të fitan kupusën e artë për kampionatin shqiptar. Ti mos blej kate, po të zjarë një bal për akademisë. I krishtu deshta medal. Kemi imitu e akademisë, ma. Aja gjama dhe kam thanë, kur më thanë e pa vjen Bale, që i paletja, pa nofta në këtë moment të këthuj se më thoshin që jas mundet se kur të largojnë prej atje, Bale nuk e këtu bin, e kanë shfrytzuar, nuk kur kthehet nga jashtë nuk ban, ai ban, i thosha, menimi e. Vetëm për një gjë që të kenë ata fëmijë që janë atje, këtë imitojnë. I këtë deshë. Këtë imitojnë. Sa më doli këtu dosha më thon falset në preva, tash ndoshta edhe fëmijët kanë ndryshu, kanë illuj Cristiano Ronaldo, Messi. Un kam pas, domethënë kur kam arrit me pa lojtar të lut, kam pas ill Ed Martinin, Sinanin, Skert Bezaden, se kam kanë fëmijë. Ulix Kotrin, i kena pas i tu më kur më thet djali, i tham si të më baba sportist si Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo. Pa banë më i tham si Bala, paktën më herë ush pa çfarë. Domethënë pikërisht për këtë. Ishin brezat gjithë me radhë që kanë ardhur të imitu. Ishte gjë e madhe që nga viti 64, që erdhi një brez i artë me ardhen e trajnerit Skender Areci në Shkodër. U ba një brez i artë, ishte aja epoka e Zan Ragamit, Sababizit, Medin Zhegës, pra u ba kja treshe, dhe paten breza me radhë më nëjë që e me imitu, që sa që kemi ardhur një kohë, në 87-ën, po thuj se ishim 20 lojtar një lloj. 20 lojtar një lloj. Sa që, pa të them një rast, se no, që kur kishim neshje jashtë qytetit, dhe do të ktheshim, kishim letrat me shku në ekipe kombëtare, të ekipi kombëtar A dhe të shpresat, ato buzi vite vesh me trajnerët dhe me doktorin. Ishim gjithë në ekipin kombëtar. Ta në ekipin kombëtar. Të gjithë. Është e jashtëzakonshme. I 87. Atëherë ka pas vetëm mendoj unë se nga që dol me të pjesa talentave të xhanave, por lidhet edhe me këtë që that, atëherë ka pas vetëm grup mosh vllaznia në Shkodër, s'ka pas ekipe tjera. Vetëm grup. Pikërisht kurse tesh, unë mendoj që problematika është jo se ka akademi tjera, por që vllaznia, Akademia Vllaznis ka një politikë gabume, sepse gjithkush ka qef me lut futboll, gjithkush ka qef me bë futbollist. Po vllaznia duhet me kanë shembull që lojtarët më të mirë të akademive tjera me mlell dhe mu stërvit bashk, sepse kur më hall topin tamam ka me kanë më rezultativ. Edhe te kjo pjesë, sepse kur ke lojtarë që bani i loj të mirë, ta hall top si në Calceto, kur kena lut 5-5, po pati dy lojtarë që janë të mirë hup, një ndoshta mlohet. Kurse tesh ka ardhur një kohë që futbollin po e losin vetëm ata që kanë ndoshta mundësi me paguaj 70.000 lekë muja, 80.000 lekë sa shkan, nuk ka një politikë që vllaznia Shkodra ka potencialin minimumi me paktën një taks formimit çdo vit me marr i ekipit. Sa është ajo taksa 80.000 euro, po mos më varte 70.000 lekë. Kjo është ajo që mendoj unë një ndër gabimet që ekipi ka mendime të ndryshme që në shumë klube si te ne, edhe të gjithë eksperiencat na, si me thanë, duke kthyr sistemi pra mas 90-s, si në gjitha fushat, që u morë eksperienca e prendimit të shi, do të hinshim të shi, se thame do të bëjnë Shqipërinë si gjithë Europa.
Edhe Barcaletka? ja, edhe tesh morëm edhe eksperjencat se si janë klubet. Pra, tështi, na eksperiencët duhet ta merrshim te ish vendet e lindjes, nuk shishe si me marë pa banalizoj këtë te Milani. Te Milani, edhe si strukturohet pra një klub, si ashtu dhe, ati që na pëlqejnë këtë mes? Ku merret leku? Pra, klubi ku i merr lek lojtarit. Me fjalë, te fëmit, se i kishin ata, e kanë. Që fëmijat e paguajnë, që të stërvitet. Po s'mund gjeshim i rrugë se në ekonominë se kishim. Në kishim marrë nga një ekonomi e dopt, s'mund gjeshim në një rrugë që se faktikisht u privatizuan edhe tokat e janë atje ta s'kishe edhe fush ku mu servit. Nuk mund gjete klubi. Nuk e dhe sot klubi mund gjete një tokë. Pra, ai president që vjen, se mos të mërë, unë i kam diskutuar edhe me të njerën me ftarqela këta probleme. Tu thanë një mendim modest, i kam thënë. Po stramet e nisi me ftohtë. Ja, po blete lojtar shumë shtrenjt. Blete lojtar shumë shtrenjt sa që me gjysën e një lojtarit në mund bashim i fush. Ore mos e marr kët. Ndoshta na dalin 20 tjerë tek ja fush. Po pengojmë këtu. Të rregullojmë kët. Edhe kështu kanë vepruar ndërtan, ne kishim eksperiencë, morëm atë që s'mund ta bashim. Ja me marrë këtë eksperiencën tu, që paguj një trajner, që ishte javë, 2 trajnera, 3 trajnera, sa që kishim mundësi. Paguj, dhe fëmijëve nuk mund t'i mesh ose t'i mesh i diçka të vogël sa për i bazë materiale. Për Millon, përveç saj, ka kanë edhe minutazhet e hapësinave që zakonisht ka kanë ndoshta ka nërë lojtari Abanxhi nivel më dob se lojtarët e ri, dhe jallon mundësia sepse për hatër trajnerit, për hatër drejtorit që i ka pru mi fut janë pa shmanshme këta, janë edhe në futboll. Po ka kanë mduket me sa kam nia, ka kanë dikur në rregullorët federas që mu fut një 19 vjeçar në formacion. Ka kanë 18 vjeçar. 18 vjeçar, Po. Në kohën që kam luajtur. Po, një në formacion edhe një mas minutës. Do ta mbroshë po me 18 vjeçar. Një do të ishte në fush. Po kjo domethënë është edhe pat edhe impaktin e vet kjo. Po kurse sot kanë për ekstra komunitarët e kanë lënë domethënë me pru lojtar sa dush, domethënë ta që punojnë printe aty me pagu lojtarët ekstra komunitarë që s'kan nuk kam kanë personalisht nuk kam kanë dakord me këtë. Personalisht nuk kam kanë dakord. Profesor, të shpresu që Vllaznia këtë vit dalin kampion, edhe për efekt minutazhit, po shpresoj që do të jena në një takim tjetër prep. Po e merret. Do të ishte kënaqësi e madhe që të japshim këta intervista mendimet tona për kampionatin e arshëm, për Kupat e Evropës me kanë kampion, edhe si dalim për herë dytë. Shumë e rëndësishme është me dalë kampion, po duhet edhe diçka përveç kampionit ka arkua edhe na me hin grupet Europë, sepse janë edhe përfitime ekonomike që ndoshta mund të bëhen ta fusha e këta gjana, sepse dan infrastrukturë, një kur me thoshin që për këtë që përmendë pak përpara ti për lojtarët ekstrakomunitarë që me luajt lojtarët e blej me pas pa limite njëra tjetër thosh. Po për çfarë bëhet ti pyeta? Pyeta gazetarin, për çfarë bëhet kjo? Po që na të përfaqësona më drejtësisht në Europë, tha gazetari. Si ke buxheti i një klubit sot te ne. Buxheti i një klubit ndoshta gabohen, po më i madh që me fitu kampionatin është 1,5 milion euro. Skuadra që ti do të neshësh për me hi në grupet e Conference Ligës, me vogla është me 6 milion, 7 milion euro. Si da me hiti me ta? Të riparojmë ta që kemi ne. Nëse këta janë tema gjata se no. Profesor, do pa tjetër që ndoshta edhe me një profesor tjetër ose me një shok tjetër do ishte kënaqësi ndoshta i herë tjetër ta bëjmë intervistë më të zhënume ose në intervistën e titullit kampion të Vllaznisë, po du të falenderoj jo vetëm në emër tem, po në emër tanë shokëve të grupit që janë aty Vllaznia Gjaspor, që janë shumë tifoza, me krye Art Kocën që është një fans i joti i jashtëzakonshëm, Kristiani, Mariani, Skerdi Bezade, po ashtu
është domethënë gjithmonë Shka, një futbollist i shkëlqyshëm, ideal i shkëlqyshëm. Miki Shkodrës, Ta, do Miki me thonë këtu që nana e Skirdi Bezatës Dhuri na ka bë dhurat banerin e parë që kena bë si grup Vllaznia Ta, po, Diasport. Do me sa. thonë, kjo është një diçka që jena mes mish, shpresoj që të mbledhna edhe ndonjëherë tjetër diskutojmë për titullin kampion se na kthy një